Për gjatë vitit kaluar referuar shifrave të publikuara nga Ministria e Financave, pushteti vendor në vendin ton ka realizuar më pak se gjysmën e investimeve publike të planifikuara më gjërësisht. Ne do të diskutojmë me zotin Agrona Xhimali, drejtori ekzekutiv i Institutit për Bashkitë Shqiptare. Zotja Xhimali, mirë se erdhët. Mirë se u gjetëm, faleminderit. Pse nuk i realizojnë bashkitë investimet e planifikuara? Mos flasim për më tepër se planifikim. Lajmi i keq. Shumë lajmi i keq. Qytetarët shqiptar nuk marrin shërbimet për cilat paguajnë. Kanë paguar taksat, qoftë taksat kombëtare, qoftë taksat apo tarifat lokale, janë grumbulluar në këtë thasin e matë të ardhurave brenda territorit shqiptar, janë rikthyer, kanë shkuar në arkat e 61 bashkive të Shqipërisë. Është detyra e Këshillit Bashkiak e Kryetarit dhe stafit të administrojë, të planifikojë sipas prioriteteve dhe të investojë. Por, para vitit të ri, diku nga shtatori, ne kemi qenë në studion tuaj dhe ju bët një analizë shumë të mirë, në ato kohë kishi grumbulluar disa të dhëna që kishi parashikuar këte që... Po, që ndodhi sot. Këte që ndodhi sot. Ne atëherë interpretuam me faktin dhe unë i qëndroj sërisht që mund të ketë qenë një lojë shumë e mirë e zgjedhurve vendore, shtyrë dhe i qikë politikisht që po i mbajmë këto parate dhe i hedhim në pragun e zgjedhjeve që kemi tashmë me fjalë. Kjo është biseda që kemi bërë vjetë. Por çfarë ato nuk kanë planifikuar mirë? Ku ka qaluar? Ku ka qaluar, ja, pra tash i burokracitë në Shqipëri janë të përmasave të mëdhaja. Vërtet mund të kenë planifikuar këtë që thamë të kemi për të hedhur para zgjedhjeve, por tash para zgjedhjeve ka disa kufizime. Hynë fuqi 3 muaj para kodit zgjedhor, 4 muaj. Bukur. Por edhe nëse fillon në 11 janar. Po që në 11 janar, eksakt pare data, por ka dhe burokracitë të tjera që mundesh ta kesh hapur procesin, është rikthyer për problemet të tjera. Të ka zënë ky afati i pengesave ligjore për cilën jam krejt kundër, pse jam kundër këtyre pengesave. Ne bëjmë zgjedhje 2 herë në vit. Një herë në 2 vjet. Pra, brenda 4 vite bëjmë 2 zgjedhje. Po ti konsumojmë shqiptarve 2 herë ka 4 muaj, 8 muaj, me i fjalë, këto izolimet e vogla, pengesat e vogla nuk vlejnë. Megjithatë, mundet të ketë pastaj përveç këtyre burokracive të nga ana e vonesave të bashkisë, kthime mbrapsht nga ankimimet në sistemin e prokurimit. Pra, këto janë si 2 burim mundësi që unë di, por gjithsesi është planifikim jashtëzakonisht i dobët. Nuk kenë as i drejt ato të mbajnë paren e taksa paguese qytetar në ark. Hidhe se paraja është aty për të riqarkuar. Edhe mbështet edhe ekonominë në këtë mënyrë. Po, bashkitë lokale këtë kanë si qëllim kryesor të mbështesin ekonomitë me këto zhvillimet, me këto parat e grumbulluar, me këto tenderat lokale, mbështesin ekonominë e bizneseve të vogla që kanë aty. Pa gjithçka fillon lubrifikohet e lëviz. E pafalshme për mendimin tim dhe shifra është goxha. Janë realizuar 23%. 23%, pra më pak se 50% e shpenzimeve në shkallë kombëtare. Krejt e pafalshme, unë gjej rastin këtu të bëj një apel qoftë për bashkitë që ta analizojnë, por edhe Ministria e Financave, Ministria e Pushtetit vendore dhe qeveria duhet të angazhohet të kuptojë arsyeën e drejtë kësaj vonese. Dhe në vlerë absolute, zotë Xhimali, nga 46.3 miliard lekë që ishin planifikuar për të investuar, janë realizuar vetëm 19.9, 20 miliard lek, 23%, por në vijim të kësaj edhe qeveria qendrore, zakonisht jo vetëm në vite ose para viteve zgjedhore, deri në tetor, shtator apo tetor, realizon diku te 35-40%, edhe pjesa më e madhe lihen për në fund vitit bëhet edhe ndryshimi për alokime, ndryshimi në buxhet për alokime, për shpërblime, për bonuse. Për të 2 institucione. Problemi është planifikimi për të 2 institucione dhe qeveria, pra edhe administrata qendrore dhe administrata lokale, të dobët në planifikim, nuk ka asnjë logjikë tjetër. Ose bëjnë manovrat të tilla, planifikojnë më shumë se ç'kanë mundësi të mbledhin, pastaj kur mbledhen nuk kanë mundësi të
të shpenzojnë. Nuk duhet të ndodhi, një marrësh tjetër, le të themi 10 apo një 10 apo dhe 30, për të dy qeverit po e pranoj. Por është diferent 57%. Po shifra që u thonë është shumë e lartë. Ndaj, dua ta lidh me një kronik që u dha pak më parë aty për fondet e Bashkimit Evropian. Morëm 64.5 milion. Lajmi mrekullueshëm. 30 kredi, 34... Dakor, brenda të dyja skemave, 922 milion në total. Çfarë më tregon mua kjo? Në eksperiencën time. Nuk është se Shqipëria po merr për herë të parë aq sasi parash. Shqipëria për hir të së vërtetës në këto 30 vite jemi mbështet mirë nga BE-ja ne. Nuk kemi pas njëherë keq për të gjitha rrethanat historike, geopolitike s'po ndalojmë. Po para kemi pas, po ne s'kemi qenë në gjendje t'i përdorim. Tashti, pse ndërhyra në këtë ndërkallje kështu? Po ti nuk je në gjendje të shpenzosh parat nga taksat e bashkisë, pra cila do bashki e vogël në 60.000 bashki, të është ajo shifra. Aty po asnjë nuk e ka kaluar, besoj, 50%, edhe Tirana si kryeqyteti më i madh ajo me probleme. Vlerë absolute Tirana ka peshën më të madhe nga 18 miliard që duhet shpenzonte Tirana në 2024, ka shpenzuar 6.1 miliard. Pra 12 miliard nuk i ka shpenzuar. Pra ja çfarë dua të them që bëra këtë krahasim. Ti si je në gjendje të ti shpenzosh këto? Si do jesh në gjendje të shpenzosh ato? Ja, pa çfarë tregon që arkitektura e këtij shteti që ne pretendojmë të hyjmë në Evropë dhe gjithë e duam, lem shumë për dëshiruar në mënyrën se si jemi të organizuar, në mënyrën se si punojmë, në shpejtësinë se si bëjmë punët, në mënyrën se si qasim rregullave apo standardeve të Bashkimit Evropian, burokracitë tona, vonesat tona, nga aftësinë, nga paaftësinë, nga burimet njerëzore, s'ka njerëz, mund të dhem 1.000 arsye, por përballë këtij fakti, qoftë bashkitë për pjesën e vet, qoftë qeveria, duhet t'i kërkojnë ndjes qytetarëve shqiptarë që parat i mbajnë bankat, edhe nuk i hedhin në shërbime për qytetarët. Sepse ka dëgjë tjetër, por shqiptarët nuk e kanë komoditetin të jenë në këtë lloj gjendje, pra. Kanë nevojë. Ato kanë nevojë, për shembull marrim rastin e shërbimit të ujësjellcave. Vazhdojmë në një raport të entit regulator të ujit, të raporti paraprak i dërguar në parlament, vazhdojmë, sot kemi 16, diku ke 17 orë... 24-shin, s'po e kapim. Po 24-shin, besoj du të kapim pasja 10-15 vitesh. Pra, shiko çfarë më thot kjo mua, që ti para ke, nuk i investon ndërkohë që ti ke probleme me ujin, Kamza, Vora, apo periferitë e Tiranës marrin 4 deri në 6 orë ujë. Pse duhet ketë ato lloj diferencë shpenzimesh të ulta Kamza, për shembull, apo dhe bashkitë e tjera, apo rrugët rurale, apo pyet dhe kullotat. Pra ke para dhe nuk i shpenzo. Mos mbledhja. Nuk ka asnjë justifikim për mendimin tim. Në anën tjetër, shpenzimi kur i ke, nëse nuk i shpenzon, ka shumë arsye që ne po i diskutojmë. Po burimet e të ardhurave? Po burimet e kanë pas progres, po se ky është problemi tash, shiko çfarë shumë bukur pyetjet ti. Të ardhurat për hir të vërtetës janë rrit, shpenzimet e 61 bashkive pas reformës territoriale çdo vit kanë ardhur duke u rritur, por gjithë kjo rritje që është shumë pozitive, a ka shkuar në zhvillim, a është rritje që sjell zhvillim, a është rritje që akomodoi interesat e qytetarëve me shërbime publike, a është rritje që siguroi interesat e qytetarëve me arsimin, me shëndetësinë. Këto nevojë që mund të kenë çdo shërbim. Pra në këtë pikë shumë mirë që janë mbledhur dhe këtu kemi dy faktorë për mendimin tim. Dhe bashkitë kanë performuar mirë sepse gjithmonë ka një tendencë në fakt që aksioni dhe interesi për t'i mbledhur shumë herë më i madh se sa aksioni dhe veprimet për t'i shpenzuar. Është një kulturë shumë e keqe, ajo ideja që aty i kam, t'i mbledhim se aty i kam. Por kanë pas progres të mirë në shkallë kombëtare, janë mbledhur kryesisht bashkitë e mëdha, po dhe të mesmet, ngelin për naturalitetin e tyre, për ekonominë lokale shumë të varfra, i pjesë e bashkive të vogla, bashkitë bregdetare sërisht janë mirë,
Por, i falenderim këtu përveç administratës tatimore, janë për të falenderuar dhe taksa paguesit. Sigurisht. Edhe biznesi, edhe individ. Edhe qytetarët. Por rritja ka ardhë për mendimin tim edhe si pasojë e disiplinës pra financiare, por që e ka zgjeruar bazën e tatim paguesve, por ka ardhë edhe si rrjedhoj që një pjesë e taksave dhe janë rritur. Për shembull, nëse marrin bashkinë në Tiranë, që ka një progres shumë të mirë me taksën e të ardhur nga taksa e ndërtesave. Shumë mirë është zgjeruar, paguhet më shumë horizontalisht, por edhe vertikalisht, sepse në korrik të 2023-shit ndryshoi çmimi i referencës, duhet paguajnë më... Rrjedhoj paguhet edhe më shumë. Mos në një farë mënyrë, zotja Xhimali, qeveria qendrore po i kryen investimet mbase për llogari mbase jo të pushtetit vendor? Pra, aty ku ka nevojë për një rrugë në një fshat, po e bën qeveria, jo bashkia. Kjo është i qasje shumë, qeveria shqiptare nuk është shumë centrifugale në fakt. Në fillim të reformës u duk që do delegoj, do lëshoj, do japi pushtet të 61 bashkit. E ripërqendroj. Shikoj, nuk e ka atë ndjejon dhe nuk e mendoj negativiste, por si sjellje, si kulturë që thotë, më mirë t'i bëjmë nese, ne besojnë më shumë te vetja. Sigurisht mund të ketë arsye në analizat e tyre që shikojnë që performanca bashkive nuk është e mirë, por nëse i referohemi parimeve të pavarësisë, parimeve të kartës evropiane të vetë qeverisjes vendore, çfarë është subsidiariteti, çfarë është decentralizimi, edhe objektivave që bëmë reformën territoriale dhe administrative në 2014, thamë që këto 61 bashki tash do t'ju japim mjetet financiare, do t'ju japim pushtetin që ta ushtrojnë në territorin e tyre pa trokitur tek qeveria qendrore. Po kjo për hir të së vërtetës nuk ka ndodhur. Unë nuk e mbështes faktin që qeveria qendrore duhet ndërhyjë në këto aspektet investimeve, si që ju thonë, edhe ajo nuk ndërhyjnë drejt për drejt po ndërhyjnë me instrumentat e saj, si që është fondi i zhvillimit, fondi shqiptar i zhvillimit, apo nëpërmjet ministrive. Tashti edhe unë këtu kam atë dilemen, them që a bën mirë apo e bën keq. Unë këtu kam pas propozuar edhe vjet në Komisionin e Ligjeve të zonja Bushka, të kishte një amendament si institut ne e diskutuam këtë dhe thamë që nga 100% e këtyre fondeve të zhvillimit të rajoneve, 70% le t'ju ndajsh bashkisë, le t'jenë ato këshillat bashkiake, se të vendosin prioritetet ku duhet t'i çojnë, ndërsa 30% le ta mbaj qeveria për të bërë investime në infrastrukturë, për cilët janë përfitues më shumë se 1, 2 apo 3 bashki. Por tendenca për të mbajtur gjithçka është dhe abuziviste përveç që shkel normat edhe parimet për mendimin tim. Por, zotja Xhimali, ka edhe indiferencë midis bashkive në realizimin e planit shpenzimeve. Nëse marrim 2 bashki bregdetare që presin shumë turist, Durrësi dhe Vlora, ka indiferencë të jashtëzakonshme. Durrësi duhet shpenzonte 4 miliard, ka shpenzuar vetëm 2 miliard, 50%, por bie në sy Vlora që ka shpenzuar vetëm 17% nga 1.4 miliard, ka shpenzuar 250 milion. Pse ka indiferencë kaq të madhe? Është çështje menaxhimit, çështje... Para pa diskutim që është çështje e menaxhmentit, është çështje e paaftësisë e kryetarëve, e këshillit bashkiak që nuk i kërko llogari të dy kryetarëve që duhet ta kontrollojë, ta monitorojë. Sigurisht duhet bashkëpunojnë ato, nuk e kam në kuptimin negativ kontrollin në këtë rast e administratës. Këto shifra që ju thoni meritojnë një analizë jashtëzakonisht madhe. Pse? Mos Vlora ka 17%. Pikërisht. Po a është kjo Vlora që ne kemi diskutuar në studio tuaj, në ekranet tuaj, ne kemi parë rastet e përmbytjeve. Përmbytet në korrik ajo. A nuk është kjo Vlora që ka probleme me zjarret, edhe para ca ditësh kishte tash në landfillin e hapur me zjarret. A është kjo Vlora që ka probleme me infrastrukturën nën toksore? A është kjo Vlora me hidrovoret, pra për gjitha këto probleme?
Ora, po ajo këto qytetarët e Vlorës që jetojnë në nivel ekonomie 5-6 euro në ditë. Po si ka mundësi ore ky kryetar, ky këshill bashkëkor, kjo administrat, po rri në nivelin e parë qeverisë vendore, se pastaj mund të shkojë dhe më sipër, mund të shkojë në një farë mënyrë, mund të shkojë dhe tek prefekti kur i mirë ato kur shiko përputhshmërinë që i miraton aktet apo te institucionet e tjera. Shkoj pastaj dhe tek qytetarët, ore si nuk ka reagime. Kjo që po bëni ju, çështja që po ngrini ju si media është më e mrekullueshmja. Prek çdo individ ka përshtypjen. Po 100% individëve që janë në hall ore i prek. Individ biznes. Të gjithë shoqërinë. Po çfarë i mba ato paraj? Unë nuk marrin interesa nga paratë në bankë. Unë nuk e dia janë bashki të përfituese të interesat bankës, po kjo nuk i përbën bashkisë asnjë lloj problemi. Absolutisht asnjë lloj interesi, nuk është ky qëllimi. Ato para janë paguar për të hedhur në terren, për të shërbyer qytetarëve. E paguan qytetarët, ktheja me shërbime, ktheja me investime, ktheja me infrastrukturë. Por thash pra që më bën përshtypje se të dyja bashkitë janë bashki me fokus turizmin, janë bashki që zhvillimin ekonomik vendore kanë të lidhur me ato lloj sektori. Pse nuk investon në ato sektor? Mund të shkosh në ato bashki, mund të gjesh ka rrezik, nuk gjej dhe zyra për bashki për turizmin. Ka diskutu pastaj që thash, unë të shkosh thjesht, pa tash ti ke para, merr pra masat, boje infrastrukturën nën-toksore të mos përmbyset Vlora. Por ama ka dhe i gjë tjetër dhe mbylla në këtë pikë. Çfarë ka ndodhur gjatë këtyre viteve pas reformës territoriale? Qoftë me Durrësin, po me Vlorën më shumë, kur ka qenë patronazhist kryeministri shqiptar, ka investuar në ato programet e rilindjes edhe mirë ka bërë. Por ai ka bërë një gjë të keqe nga ana tjetër, ai ka krijuar kulturën e dembelizmit në atë bashki. A mos ju japun parë, vjen fondi zhvillimit, bën këtë, ju mbledhni ato lekë dhe të më rrini pritni në mënyrë të tillë. Dhe ato mendojnë akoma që do t'i zgjidhë problemet qeveria. Kryeministri s'është më aty. Kryeministri nuk është, pra se nuk duhet ndërtuar raportet me kryeministër, edhe me kryetar bashkia apo me marrëdhënie personale. Ndërtohen në mënyrë institucionale. Ke para si në gjendje ti shpenzosh, kjo për mendimin tim kërkoj një analizë, kërkoj një reagim qytetar, kërkoj një reagim të Këshillit Bashkia. Kjo kërkon vëmendjen më të madhe. Dhe kryeson Kamza ka realizuar është në krye. 75% të planifikimit duhet të ishin 100% patjetër për të gjitha, ose të paktën mbi 90%, por Kamza është më mirë me 75% të 2.6 miliard lekëve. Si analizojnë, shumë lajmi mirë për Kamzën, si analizojnë Kamzën? Naturaliteti i asaj bashkie të re, me problemet, me presionin e madh urbanistik, me presionin e madh, ka nevoja shumë të nda, është goxha më në presion, ka i dinamik tjetër zhvillimi i qytetit, por sigurisht është edhe vizioni, është ai çfarë ka vendosur si objektiv kryetari bashkisë, ka planifikuar që kemi 100 lekë, ka menduar që ne të 100 lekë do t'i shpenzoj për burokraci të rrethanat, nuk e di pse ka ngel ajo diferenca, se duhet me i pa rast pas rasti, sepse ai mund të ketë nxjerrë një prokurim që është kthyer 2 herë dhe kjo e plotso. Në këtë rast nuk është ky është lajmi më i mirë, nuk është ky problemi, edhe ke 75%, që mirë është të jenë 100%, sepse edhe në bashkitë e vendeve perëndimore ne i kemi parë dhe i kemi pyet për këto shifra. Ka një marsh të vogël, po jo 50. Po se s'të lejeri të kesh parat edhe të mos i shpenzosh. Unë kam nevojë, thot, hidhe parat, më rregullo qytetin, më rregullo ndriçimin, më rregullo gjelbrimin, më dua më shumë ujë, nuk du vetëm ujë në sasi, du ujë me cilësi, më vendos transportin, ti ke parat i thush Vjenës, ke shumë, në Vjenë kemi bërë këtë lloj ushtrimi. Kishim parat që ishin grumbulluar, çfarë do të bënim, po kjo është e zgjidhur, atëherë thonë, apo ne kemi shumë probleme me transport, na duhet një terminal tjetër i trenave, atje do bëj gjë e mrekullueshme fare. Lejo jetë që maj parat aty, shohim i bëj mas 2 vitesh. Pra, mekanizma shqiptarësh po tregon që
jo shumë vizionar, jo shumë politik bërës, jo ekzekutues të mirë. Zotë Xhemali, me qënë se morëm edhe ditë e djeshme një parafinancim ishte i pari në kuadër të negociatave që po zhvilloj me Bashkimin Evropian, nuk është i pari, sikurse ju e thatë në ndër vite, por është i pari këtë herë. Si do ndihmojnë pushtetin vendor në vend? Shiko, spari futja e këtyre parave në Republikën e Shqipërisë pa diskutim është i gjë shumë e mirë që u vjen në ndihmë çdo qytetari shqiptar. Këto para kryesisht nuk vijnë për të shpërndar për njësitë e qeverisjes vendore. Autoritet menaxhues i këtyre parave janë qeveria qendrore dhe institucionet qendrore, por sigurisht në mënyrë indirekte përfitojnë edhe bashkitë. Ajo që unë duhet të them këtu dhe kam merakun e plot që ajo është qeveria shqiptare, ai ka programin, ai ka projektet të gatshme për t'ja konsumuar këto para Bashkimit Evropian. Ky është problemi më i madh, edhe mbi të gjitha duhet të bëjnë transparencë se këto para do shkojnë këtu dhe këtu. Zotë Xhemali, ju falenderoj që ishit në studion e televizionit Skan.